Fatmirësisht, kjo shpeshtësia e këtij transmetimi ose rreziku i këtij transmetimi është shumë i ulët. Në rastin e Covidit, ne thamë në fillim të pandemisë që një person i infektuar mund të infektonte deri në 5 ose 6 persona të tjerë. Në rastin e frusit themi që një person i infektuar mund të infektojë 12 dhe më shumë persona të tjerë. Në rastin e hantavirusit, dhe këtë e bën nëpërmjet spërklave që përhapen dhe në distancë dhe me një eficiencë transmetimi të lartë. Në rastin e hantavirusit duhet një kontakt shumë i ngushtë midis personit i infektuar dhe personit të pa infektuar që të ndodhë transmetimi i infeksionit. Kur flasim për kontaktet e ngushta, flasim për kontaktet të zgjatura në kohë, për kontaktet në nivelin, siç ka qenë pacienti zero që le të themi ka qenë bashkë me gruan e tij, pra flasim për kontakte kaq të afërta? Po, pikërisht, flasim për kontakte kaq të afërta dhe kjo e bën hantavirusin më pak të rrezikshëm se shumë patogenë të tjerë, sidomos në krahasim me Covidin dhe sëmundjet të tjera virale që janë aerogene, përhapen nëpërmjet spërklave dhe përhapen edhe në distanca. Meqense ne doktorë kemi pasur patjetër. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë, ta mbyllim këtë ide. Patjetër, doktor. Dhe kjo është arsyeja që tha dhe zotëria që vetëm personat që ndanin të njëjtën kabinë infektuan njëri tjetrin në anijën kroqier. Dhe kjo është edhe arsyeja sepse në këtë anije kroqier patëm për herë të parë një është ajo arsyeja e dytë që unë thash nga 3 arsye që parashtrova pse u bë kaq mediatik ky infektim. Pra në këtë anije kroqier kur është një mjedis i mbyllur dhe qarkullon dhe njerëzit janë në kontakt të ngushtë njëri me tjetrin, aty është mjedisi ideal për të mundësuar transmetime të tjera. Në të kaluarën janë konstatuar në Argjentinë edhe infektimet e personelit mjekësor që është kujdesur për pacientët me hantavirus, por kaq, këtu është deri këtu arrin transmetueshmëria e këtij patogeni në kontakt të ngushtë të personit infektuar me atë të pa infektuar. Shumë interesante, doktor. Ndërkohë, përderisa kemi në kaq vite të njohur hantavirusin, a kemi përgatitur dhe a jemi përgatitur ndoshta dhe sistemi shëndetësor për një vaksinë ndoshta, për mënyrën se si duhet të realizohet këtë një terapi, meqense ju e thatë të paktën edhe në Shqipëri që në vitet 80 njëri ndër llojet e hantavirusit. Atëherë, në radhë të parë, vaksinat kuptohet që nuk mund të jenë ndaj të gjithë hantaviruseve, po duhet të jetë ndaj një tipi të caktuar. Dhe me këtë shpeshtësi kaq të ulët, me këtë incidencë kaq të ulët që kanë hantaviruset, nuk e justifikon as logjika ekonomike, po as logjika shëndetësore që të krijohet një prodhojë vaksina, sepse janë sëmundje aq të rralla, saqë nuk ka një balancë midis përfitimeve që vijnë nga vaksina në sensin shëndetësor, gjithmonë flasim, dhe rrezikut që përbën patogeni. Në këto kushte, deri tani nuk është parë e nevojshme dhe nuk ka qenë e nevojshme nga të dy këto pikpamje, qoftë nga pikpamja ekonomike, qoftë nga pikpamja shëndetësore, të prodhojë një vaksinë ndaj hantavirusit. Unë besoj se sërish edhe kjo pandemi dhe ose ky shpërthim i vogël në këtë anijen kroqier përsëri nuk e justifikon që të vendoset në lëvizje industria farmaceutike dhe ajo shëndetësore për të prodhuar një vaksinë. Por natyrisht që këtu duhet kemi ato masat e tjera parandaluese të cilat i pam të zbatuara në një mënyrë shumë rigoroze gjatë procesit të transferimit të pasagjerëve dhe të anëtarëve të ekuipazhit në Ishujt Kanarie. Të gjithë ata që e kanë ndjekur procesin, i cili u realizua në mënyrë jashtëzakonisht profesionale. Pra personat anija nuk u lejua të ankorojë në port, sepse në qoftë do të ankorojë në port, ekzistonte rreziku që ata brejtës që kanë mbartur virusin dhe që mund të jenë ende në anije, të dilnin dhe ata në mjedis dhe të infestonin potencialisht edhe vendin ku do të ankorojë anija Ishujt Kanarie në këtë moment, në këtë kohë që flasim. Pra anija qëndroi në distancuar dhe
personat, pasagjerët dhe antarët e ekipazhit u sollën me grupe të vogla në masa shumë të repta mbrojtëse në tokë, ku me përsëri, duke qenë se mund të ishin të infektuar dhe në qoftë se do të kishin qëndruar në Ishujt Kanarje, nëpërmjet kryerjes nevojave, nëpërmjet kontakteve, rrezikonin për hapjen e infeksionit. Pra këta menjëherë u morën, u çuan në avion sanitar, të cilët do t'i çojnë në vendet përkatëse. Dhe në vendet përkatëse do t'i nështrohen karantinës deri në 6 javë, sepse nga 1 deri në 6 javë është periudha e inkubacionit të këtij virusi. Pra, në një farë mënyre, për mua si ekspert i kësaj fushe, mua më jep të kuptoj se Organizata Botërore e Shëndetësisë, pas asaj përvoje jo pozitive me Covidin, ku kritikua jashtëzakonisht se në fazat e para të pandemisë u tregua shumë tolerante ndaj Kinës, nuk bëri me njëherë atë që duhet të kishte bërë në atë kohë, që ishte ndërprerja e udhëtimeve me Kinën për të mundësuar kufizimin e virusit Covid vetëm brenda Kinës, për një kohë sa më të gjatë që t'ishte e mundur. Pikërisht kjo Organizatë Botërore e Shëndetësisë, vetë drejtori i saj ka qenë dje në Ishujt Kanarje dhe ka mbikëqyrur këtë proces dhe këtë operacion, i cili për mendimin tim është një model i masave të shëndetit publik, qoftë nga pikpamja operacionale, qoftë nga pikpamja shkencore, qoftë nga pikpamja logjistike, për mënyrën se si u realizua. Pra një model i një operacioni të kryer me shumë profesionalizëm dhe që garanton ose minimizon deri në zerim potencialin për të përhapur atë infeksion që ishte zhvilluar brenda anënjes kroqëqer. E qartë, pra Afrika ruan vreshtin në këtë rast, edhe le themi ato paranojet ose pasojat që kanë përjetuar, i kanë vënë në zbatim. Por unë do doja që të ndalesha edhe një herë tek deklarata që ju e thatë që në fillim tashmë për çështjen e fataliteteve që kanë qenë përsa i përket hantavirusit me kalimin e viteve, edhe që ju thatë pra që ka pasur edhe raste fatalitetesh, do të ndalesha se a ka pasur grup mosha të rrezikuara, ka pasur grup mosha të cilat le të themi e kanë pasur fatalitetin më të lartë, apo është një sëmundje që nuk është se ka lidhje me grup moshën përsa i përket rrezikut? Ka një lidhje, pra zakonisht personat me moshë të kaluar, personat e prekur nga sëmundje kronike, personat me imunitet të dobësuar, kanë një rrezik më të madh për të zhvilluar komplikacione dhe për të humbur jetën. Pra, si shumë sëmundje të ngjashme, siç e pam edhe gjatë Covidit, është një grup moshë pothuajse e ngjashme me atë të Covidit, që është më e rrezikuar për të zhvilluar forma të komplikuara. Duhet kemi parasysh, e përsëris edhe një herë, se nuk është asnjëherë e tepërt t'ia përsërisim qytetarëve, pjesa më e madhe e personave e kalojnë hantavirusin si një virus të thjeshtë, madje as nuk e marrin vesh dhe nuk e mësojnë gjatë jetës që e kanë kaluar hantavirusin, por një pjesë e vogël fatkeqësisht komplikohet me komplikacione pulmonare ose komplikacione në veshka renale, dhe janë pikërisht këto dy kategori të cilat edhe ndiqen nga ana mjekësore, të cilat edhe trajtohen, dhe mbi këto kategori janë llogaritur edhe shifrat e vdekshmërisë. Dhe nga pacientët që janë trajtuar në spital në Shqipëri gjatë kësaj periudhe, vlerësohet një vdekshmëri mesatare rreth 10%.